përparësinë për shtet, për shkak se nuk është numri i konsiderueshëm dhe i arsyeshëm që mund të ketë siguri edhe në zgjedhjen e qeverisë për shkak të numrit shumë strikt, sepse ne nuk e dim ende si do të rezulton përfundimi numerik i ulëseve, nga sa është procesi ende duke vazhduar numërimin e votave, mëse na janë çështje tjera procedurale që mund të kenë penalizime për njërin apo partinë tjetër, mbashkësisht prej asaj çka ka ndodhur, sepse nëse ndëgjova që sigurisht që do të ketë edhe një hetim për shkak të një vote që është gjetë e fallëzikuar, që do të ketë rinumërim të dikon 250 sa kanë ishte 250 votime të tjera. Kështu që ende nuk kemi një përfundim të rezultatit si do të duken numrat. Mëse na është çështje si do të shkon trendi i konstituimit të organeve shtetërore. Nëse shikojmë rendin kushtetues, edhe duhet të shikojmë rendin kushtetues edhe kushtetutën këtu përpara që e kam, do të dalë se mas herë do të konstituohet kuvendi, pasi të kalohet kjo sfidë, dhe është do të kalohet pa pengesa, tani rendi kushtetues do të zgjedhet presidenti, edhe pas presidentit të zgjedhet qeveria. Pra njerë kuvendi zgjedh presidentin, e më pas presidenti e jep mandatarin për kryeministrin. Me qenë se jemi në këtë situatë vakumit juridik kushtetues, atëherë do të ishte desh të respektohet ky rend juridik kushtetues. Po që se do të kishin pas të zgjedhur që është në presidentin, natyrisht do të shku drejt për drejt të zgjedhjeve e qeverisë. E qartë. Dhe kur jemi tek afatet, zotri Kastrati, na i shpjegoj pak para çfarë afatesh gjendemi. Tani, ende nuk kemi llogaritë të afateve, nga se procesi i votimit ende vazhdon. Procesi i numërimit. I numërimit të votave ende vazhdon, do të pritet përfundimi i numërimit të votave në përgjithësi, do të KQZ-ja të certifikon këto zgjedhje, edhe pas certifikimit të